Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut zbesh shpresat e opozitës për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ndosë një ditë më parë deklaroi se së shpejti do të ketë zgjedhje. Këtë të mërkurit Stramiskovski tha se këtë vit nuk ka zgjedhje pasi ky vit është për reforma. Unë do të doja të kemi zgjedhje të rregullta që do të mbahen në pranverën e vitit 2028. Sa i përket vitit 2027, si opsion, ju e dini që VMRO-DPMNE është gjithmonë e gatshme të shkojë në zgjedhje dhe të fitojë. Por ajo që ne bëjmë tani dhe ku është fokusi ynë është të sjellim reforma dhe të rrisim aktivitetin ekonomik, çka do të rrisim dhe standardin njësor të qytetarëve, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Miskovski. Alianca për shqiptarët Arben Taravarit kërkon nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut që sa më shpejt i kërkojë kuvendit të shpallë zgjedhjet e parakohshme. Për shqiptarët zgjedhjet janë shpëtimi i vetëm nga përfaqësuesit e pafuqishëm të shqiptarëve vlen, të cilët kanë tradhtuar rënd pritshmëritë e shqiptarëve, thuhet në reagimin opozitares shqiptare. Alianca bën thirrje të lejojnë qytetarët që nëpërmjet zgjedhjeve të lira, të reja, të ndershme dhe demokratike, të marrin fatin e tyre në dorë, të vendosin se kujt do t'i japin besimin për t'i përfaqësuar siç duhet dhe të ndëshkojnë me votë ata që tradhtuan besimin duke mos përmbushur premtimet e tyre, thuhet në reagimin e Aleancës për shqiptarët Arben Taravarit. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon një nga drejtuesit e Vlenit, kryetarin e komunës së Çajerit, Izet Mexhitin, si promotor të nepotizmit brutal dhe një përfaqësues të një modeli të vjetër dhe të dëmshëm të politikbërjes. Në reagimin e tyre nga BDI thosë se Mexhiti u bë milioner duke varfëruar Çajerin, ndërsa sot sipas tyre përpiqet të paraqitet si figurë ndryshimit. BDI pretendon se për më shumë se 2 dekada Mexhiti dhe rrethi i tij kanë zaptuar përfaqësimin e shqiptarëve në Shkup duke dëmtuar perspektivën e të rinjve. Ndaj akuzave për Izet Mexhiti reagoi koalicioni Vlen. Në të thuhet se Izet Mexhiti nuk është produkt zyrash, por ka mandat nga shqiptarët si kryetar komune dhe deputet me votë. Sipas Vlen nga BDI, ende ëndërrojnë kohën e Gruevskit, ku Budapesti u duket si adresë shpëtimi, ndërsa Mjalkovin e kujtojnë si partner të artë të sundimit. Rajoni. Gjykata speciale në Haag shtyi shpalljen në akt gjykimit për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në njoftimin e dhomave të specializuara në Haag thuhet se trupi gjykues në çështjen kryesore kundër Hashim Thaçit, Kadri Veseli, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit lëshoi një urdhër me të cilin shtyu afatin për shqiptim në akt gjykimit me 60 ditë deri më 20 korrik 2026. Trupi gjykues konstatoi se rrethanat të çështjes gjyqësore kërkojnë kohë shtesë duke u referuar sasisë së provave dhe kompleksitetit të procesit. Gjithsesi, trupi gjykues nënvizoi se në qoftë se një shtyrje e mëtejshme afati do të jetë absolutisht e domosdoshme, trupi gjykues do të lëshojë një urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur, thuhet në njoftimin e gjykatës speciale në Haag. Partia Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin e saj lidhur me shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në njoftimin e partisë më të madhe opozitare në Kosovë, thuhet se kjo vonesë e pajustifikueshme është një dëshmi e radhës e këtij procesi të stërzgjatur i cili ka humbur kuptimin e drejtësisë dhe është ndruar në një proces të ndikuar nga kalkulimet politike. Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtësisë që të reflektojnë dhe të mos lejojnë që ky proces të shndrohet në një shembull të dështimit të drejtësisë ndërkombëtare. Kosova fillon përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Këtë të mërkur filloi procesi regjistrimit të votuesve jashtë vendit. Gjithçka pritet të përfundojë më 17 maj. Për 12 ditë të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit do të mund të aplikojnë online për të regjistruar dhe për të votuar me postë ose në përfaqësi diplomatike. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tha se është në vullnetin e votuesve që të përzgjedhin mënyrën e votimit, qoftë në përfaqësi diplomatike apo përmes postës. Në momentin e regjistrimit, votuesit mund të përcaktohen individualisht për një nga 3 mënyrat e votimit, pra për të votuar fizikisht në njërën nga përfaqësitë diplomatike të Kosovës, për të dërguar fletvotime përmes postës në njërën nga kutitë postare të hapura nga KQZ jashtë Kosovës, apo për të dërguar fletvotime në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë. Zgjedhësit që do të regjistrohen për të votuar në përfaqësi diplomatike do të mund të votojnë më 6 qershor, ndërkaq ata përmes postës do të mund të votojnë nga 25 maj deri më 6 qershor. KQZ ka vendosur numrin minimal prej 50 votuesish të regjistruar si kriter për organizimin e votimit në një përfaqësi të caktuar diplomatike, dhe nëse numri i votuesve të regjistruar për votim në një përfaqësi diplomatike është 950, votimi fizik në atë përfaqësi diplomatike nuk organizohet dhe votuesit e regjistruar do të kalojnë automatikisht në statusin e votuesve përmes postës dhe për këtë do të njoftohen nga KQZ. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës u ka bërë thirrje bashkëdetarëve që të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e 7 qershorit.
Përmes një apeli në rrjetet sociale, Albulena Axhiu kërkon bashkëdhëtarëve që kanë qenë zëri i Kosovës kudo në botë të vazhdojnë me kontributin e tyre për të bërë pjesë e vendimarrjes. Keni punuar dhe keni sakrifikuar për ta ndihmuar atëun tonë. Keni qenë zëri i Kosovës kudo në botë. Vazhdoni kontributin për Republikën e Kosovës dhe bëhuni pjesë e vendimarrjes. Regjistrohuni me kohë, ndihmoni njëri tjetrin, flisni me familjarët, me miqt, me trinjt që kanë lindur jashtë, por që Kosovën e kanë në zemër. Apeloi Albulena Axhiu. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të garojë vetëm në zgjedhjet e 7 qershorit. Ish deputeti i Aleancës Besnik Tajeri në intervistë për Ekonomia Online deklaroi se ndonse ka pasur diskutime për koalicione, Aleanca e ka bërë të qartë pozicionin e saj, se do të garojë me një listë konkurruese. Nuk do të ketë asnjë koalicion, do të jemi si subjekt politik me një listë bukur konkurruese, me kuadro të aleancës mirë, po edhe tjerë, dhe në këtë garë shkojmë si aleancë, shkojmë vetë, pa koalicione. Aleanca është më e forta kur garon me llogon e vet, kur gallon me kauzën e vet, dhe mësimet e të kaluamës tregojnë që nuk kem kalu mirë me koalicione. Tajeri shmangu komentet për listat e kandidatëve, por deklaroi se kandidat për kryeministër do të jetë Ardian Gjini. Menoj që kësaj radhe Aleanca do ta merr rezultatin më të mirë që e ka pas ndonjëherë në zgjedhjet qendrore. Diskutimet nuk kanë qenë formale, ka pas ide më herët, mirë po kemi qenë sakt, kemi qenë përcaktuar drejt që do të garojmë vetë. Fillimisht është kandidati për kryeministër, i cili është ndryshe, e një numër i madh, po e lëmë kur të publikohet lista e Aleancës. Mirë po do të ketë shumë risi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. A shpërsohen masat për shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor në Shqipëri. Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, Departamenti për Sigurinë Publike, nëpërmjet strukturave të Drejtorisë Policisë Rrugore, ka marrë një sër masash në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për evidentimin, ndëshkimin e shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në të kuadër janë kalibruar 22 mjete shpejtësimas. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamera dhe aparate fotografi, aparate alkool testues dhe drog testues. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike në Policinë e Shtetit Dimitraj Ziu në një deklaratë për mediat bëri me dije se automjetet në akset rrugore nacionale do të vijojnë monitorimin e qarkullimit nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullave të lëvizshme dhe shkeljet e konstatuara nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative të cilat do të pasqyrohen në kohë reale në Albania. Krahasaj patrulla do të ndërhyjnë kur vëre sjellje agresive në rrugë, parakalime të njëpasnjëshme, manovra të gabuara apo shpejtësi 2 deri në 3 fish të cilat janë rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore. Njëkohësisht parkimet e gabuara do të jenë në qendër të vëmendjes duke përdorur dhe mjetet ngritëse për parkimet në korsitë dedikuara ku bllokohet lëvizja e lirë automjeteve apo e këmbësorëve. Policia rrugore apelon për të gjithë përdoruesit rrugor të zbatojnë me rigorizitet rregullat e qarkullimit rrugor. Çdo sjellje agresive në rrugë apo ndaj punonjësve të policisë do të ndëshkohet maksimalisht me të vetmi qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve me pasojë jetën e qytetarëve. Opozita shqiptare kritikon vendimin e shumicës në pushtet për të mos marrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve. Deputeti i Partisë Demokratike në Bozo vlerëson se qeveria po refuzon të ndërmarrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve duke rrëzuar 3 nismat që synonin uljen e çmimeve të karburanteve dhe energjisë për familjet dhe bizneset. Ata rrëzuan propozimet për uljen e çmimit naftës përmes reduktimit të taksës qarkullimit dhe taksave tjera, për uljen e akcizës mbi naftën dhe dieselin, si dhe për zërimin e akcizës gazit për industrinë prodhuese, Made in Albania. Të gjitha këto masa u hodhën poshtë në komisionet parlamentare me votat e deputetëve socialistë. Në deklaratën për mediat nga ambientet e kryesisë kuvendit, deputeti demokrat ngriti akuza dhe për menaxhimin e të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar i karburanteve, duke pretenduar se vetëm në muajt e fundit janë mbledhur miliona euro shtesë, të cilat sipas tij nuk janë përdorur për mbështetjen e qytetarëve. Vetëm nga tepricat e VSH mbi karburantin, për muajt mars dhe prill janë mbledhur mbi 10 milion euro shtesë, që kanë ardhur vetëm si rezultat i rritjes së çmimit, jo për merit qeverisë. Pyetja është e thjeshtë. Ku kanë shkuar këto para? Në vend që t'u ktheheshin qytetarëve si mbështetje direkte, atë që kërkon opozita, ato kanalizohen kontrata dhe marrëveshje dyshimta korruptive apo shpenzime luksi. Sipas Bozos, qeveria e drejtuar nga Edi Rama nuk qeveris në interes të qytetarëve,
por të një rrethi të ngushtë përfituesish. Kriza e karburanteve në lindjen e mesme nuk e ka vendosur në vështirësi aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Në njoftimin zyrtar thuhet se aeroporti vepron me linja ajrore, duke mos u ndikuar nga kriza globale e mungesës së karburantit për avion. Sipas saj, nisjet nga TIA do të vazhdojnë normalisht drejt destinacioneve të parashikuara. Në njoftimin zyrtar thuhet se partneri i furnizimit me karburant për avion, Air BP, ka garantuar rezerva të mjaftueshme për Tirana International Airport, mbështetur në rritjen e shpejtë të fluksit të pasagjerëve vitet e fundit. Furnizimet janë të garantuara dhe situata paraqitet të qëndrueshme çka na lejon të operojmë pa shqetësime, thuhet në reagimin e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. Organizata ndërkombëtare për migracionin në raportin World Migration Report 2026 vlerëson se Shqipëria është ndër vendet europiane ku imigracioni mund të ndikojë më tej në rënien e popullsisë. Në raport thuhet se Europa ka numrin më të madh të vendeve që kanë shëruar në rënje të ndjeshme të popullsisë gjatë periudhës 2005-2024. Sipas IOM, në disa vende të kontinentit rënja e popullsisë lidhet kryesisht me normat e ulta të lindshmërisë, ndërsa migracioni ka kontribuar gjithashtu në këtë prirje. Raporti përmend Shqipërinë krahas Lituanisë, Moldavisë dhe Bosnjë-Hercegovinës si vende ku normat e fertilitetit janë tashmë në nivelin e zëvendësimit të popullsisë. Bota. Bashkimi Evropian vendos kufizimin e blerjes me kesh deri në 10.000 euro duke filluar nga koriku i vitit 2027. Limiti zbatohet për pagesat për mallra dhe shërbime kur të paktën njëra palë në transakcion është një person juridik. Megjithatë, kjo dispozit nuk zbatohet për transaksionet mes individëve. Rregulloria u lë shteteve anëtare mundësinë për të vendosur kufime të ulët. Duke futur kufizimin, Bashkimi Evropian dëshiron të ridrejtojë më shumë transaksione në kanale gjurmimesh, gjë që do të zvogëlojë mundësitë të abuzimit. Vlerësimet e Kombeve të Bashkuara tregojnë se nga grupet kriminale çdo vit pastrohen rreth 1.87 milion euro ose 2 deri në 5% e prodhimit global bruto. Gjermania ka marrë një disbursim prej 4.6 miliardë eurosh nga fondi rimërkëmbjes i Bashkimit Evropian pas Covid-2019. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bëri thirrje për të ndërtuar një bashkim evropian që është më i gjelbër, më konkurrues dhe më i drejtë për të gjithë. Në total, Gjermania ka përfituar deri më sot rreth 80% të 30.3 miliardë eurove në grante të parashikuara nga fondi për vendin. Disbursimet nga fondi rimëkëmbjes së Bashkimit Evropian lidhen me zbatimin e reformave që synojnë forcimin e qëndrueshmërisë ekonomike të bllokut, uljen e emetimeve që dëmtojnë klimën dhe përshpejtimin e digitalizimit. Deri më sot, rreth 400 miliardë euro janë shpërndar nga fondi, i cili arrin në total deri në 577 miliardë euro në formën e granteve dhe kredive për të ndihmuar vendet e Bashkimit Evropian. Gjermania kërkon nga Irani rikthim në tryezën e bisedimeve. Kancelari gjerman Friedrich Merz ka kërkuar udhëheqjes së Iranit të rikthejë tryezës së bisedimeve pasi Teherani nisi sulmet me raketa dhe dron ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe. Bllokada e ngushticës së Hormuzit duhet të marrë fund, shkroi Merz në rrjetin social. Teherani nuk duhet pajisje të marrën bërthamore, nuk duhet të ketë kërcënime ose sulme të mëtejshme kundër partnerëve tanë, apeloi kancelari gjerman. Këto ishin sulmet e parë iraniane ndaj shtetit të Gjirit, që nga fillimi i armëpushimit pothuajse 4 javë më parë. Ushtria e Iranit e përshkroi sulmin ndaj objekteve të naftës në qytetin portual Fujairah si përgjigje ndaj aventurizmit ushtarak amerikan. Diplomacia amerikane bëri thirrje Iranit ulet në tryezën e bisedimeve. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se është thelbësore që Irani të marrë një vendim të arsyeshëm dhe të ndjekë rrugën diplomatike për të siguruar stabilitet dhe zhvillim. Irani duhet të ulet në tryezën e negociatave dhe të pranojë kushtet, u shpreh Rubio, duke theksuar se dialogu është rruga e vetme drejt rindërtimit, prosperitetit dhe stabilitetit. Alternativa është izolimi në rritje, kolaps ekonomik dhe në fund të fundit disfata totale, paralajmëroi sekretari amerikan i shtetit. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi për pezullim të përkohshëm të operacionit Liria, nismës ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që synon të shoqërojë një jetë tregtare jashtë ngushticës së Hormuzit. Në një postim në Truth Social, presidenti amerikan shpjegoi se propozimi bazohet pjesërisht në faktin që janë bërë përparime të mëdha drejt një marrëveshje të plotë dhe përfundimtare me Iranin. Me herët shefin Pentagonit, Pete Hegseth, deklaroi se armëpushimi me Iranin nuk ka përfunduar. Vlerësimi erdhi gjatë një konference për shtyp pavarësisht shkëmbimeve të zjarrit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në ngushticën e Hormuzit. Kryetari i shtabit të përbashkët të forcave të armatosura, generali Dan Kane, vuri në dukje se Irani ka sulmuar forcat amerikane më shumë se 10 herë që nga shpallja e armëpushimit, por shtoi se kjo bie nën pragun për rifillimin e luftimeve në shkallë të gjerë, ndërsa Shtetet e Bashkuara kishin hedhur në erë 6 tanije të vogla në ngushticë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.